përshëndetje. Jemi studentët Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë. Sot jemi bashkuar për ndërgjegjësimin e ditës ndërkombëtare të autizmit. Aktivitetin e zhvilluam në bashkëpunim me Universitetin Fanoli dhe me Bashkinë Korç. Zgjodhëm ditën 2 prill, meqense është edhe dita ndërkombëtare e autizmit, por ajo çfarë ne na kënaq më shumë është aktivizimi i studentëve dhe njëkohësisht feedbacku që kemi marrë nga prindërit. Për atë çka vullnetarët kanë bërë gjatë 4 muajve me fëmijët e tyre.